por edhe tallet me ta dhe kuptohet se duke mbetur në krahin vetëm 5 veta, 5 komunistët që kanë 5 vende në zyra, se s'ka mbetur njëri atje që të ketë bizneset punoj. Ka njëpur. Dhe ata prandaj e shpopullojnë popullsinë që të marrin pronën. Dhe pronën po ja marrin. Për këtë do vetë zoti Edi Ravan Kuç, iko vllai dashur se në fakt ata aty meritojnë dhe buan mirë kuçjotëve, sepse kuçjotët janë ata të dizet e dishit, thoshin kuçjotët. Kështu i thanë dikur Pilo Peristerit. Jemi të dizet e dishit, i thanë të tërë. Tani kanë të pinë dizet e dishit. Se ai do t'u marrujt. Unë isha atje para 20 ditësh, pas që po shtroheshin tubat, kishin quar shumë tuba, poshtë në Lasko kanë filluar, kanë bërë matan, kanë bërë dhe tunelin, do çojnë ujë, edhe mirë t'u bëj hallall e pas. Këta kështu e meritojnë, ata njerëz atë këtë lloj qeverie meritojnë. Sa mandate mund të marrë Edi Rama në këto zgjedhje? Sa ti ketë bërë pazaret me Berishën. Varet, si kanë në dakord. Listat e mbyllura janë tamam pazari që është bërë me kohë. Ore, si do që të votojnë shqiptarët, ata do t'i marrin votat vetë midis njëri tjetrit, ka mbaruar ajo punë. Do t'i ndajnë bashkë. Do qeverisin bashkë, pra do qeverisin superstruktura e partisë Punës Shqipërisë. Ka që thjesht. Ndërkohë, deputeti socialist Fatmir Xhafaj në intervistë televizive ka deklaruar se tensionet brenda Partisë Socialiste do duhet të shmangen, pasi mund të arrijnë në një pikë vlimi që më pas mund të jenë shumë të dëmshme. Ju si mendoni, pas zgjedhjeve të 11 majit, a rrezikon që Partia Socialiste nëse humbet zgjedhjet të përfundojë më keq se Partia Demokratike? Dash zoti dhe fjala ajo të vaft të vesh të zotit, ashtu u bëfshin. Janë përgjegjës, janë fajtorë për këtë situatë që ka Shqipëria, kanë 80 vjet që e qeverisin. 80 vjet fiksi vjet, që nga janari i 45-s e sot e kësaj dite. Nga ana tjetër, ish kryeministri Sali Berisha kërkon që të vinë në pushtet me çdo kusht, nisur sipas tij edhe nga ndihma e amerikanëve dhe një prej tyre është Kris Lasivita. Si mendoni, sa po e ndihmon Berishën Kris Lasivita për të ardhur në pushtet? Sa kamarierë amerikanë kanë ardhur këtu të bëjnë fushat për Sali Berishën, se s'po të marrë vesh këtu të amerikanë. Kush është përfaqësuesi i shtetit amerikan aty? Asnjë. Ai vjen ata pasuesit e tij, miru a bën. Dëgjoj, janë krijuar dy banda politike, nuk janë më parti politike, nuk janë adetare, se kam dëgjuar asnjëherë Sali Berishën që të flasi për siguracionet e qytetarëve, për vitet e pensionit që ua heqin në mënyrë artificiale, s'ke atë vit, s'ke këtë vit, i ke gjej ato mandat pagesat, i ke gjej librin e pagesave, i ke gjej nuk e keni ide se sa dhjetra pengesa u nxjerrin sigurime shoqërore qytetarëve që duan të dalin pension, sepse me çdo kusht duan të ulin numrin e pensionistëve, numrin e viteve të pensionistëve. Dhe nga ana tjetër, ky është në pushtet vazhdimisht rrit moshën e pensionit. Do t'i çojë deri në 80 vjeç të dalin pension njerëzit. Se atë urdhër ka marrë nga Christine Lagarde. Ajo që ka qenë edhe ndoshta është akoma drejtoresh e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Ndërkohë, duhet përmendim faktin që Berisha deri tani nuk e ka treguar se cila është shuma që ka paguar për Kris Lasivitën si konsulent dhe drejtues i fushatës elektorale të tij. Pse nuk e bën të ditur për publikun Berisha kontratën që ka nënshkruar me Kris Lasivitën dhe çfarë po fshe në këtë rast? E para punës njëherë që për të treguar atë marrëveshje që ka bërë se Kris Lasivita është një mashtrues, një hajdut që ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, njëri që është në ndjekje penale në Amerikë, dhe që nuk e njeh as e jema në Amerikë, jo më departamenti i shtetit apo qeveria amerikane. Duhet të tregoj Berisha ku i ka gjetur parat që ka paguar atë, se janë miliona dollar. Për këtë se bën. Njëri që kërkon, strukturat Spaku nuk po e kërkon, tallen gjyqtarët e Spakut edhe prokurorët e Spakut, se nuk u vete avokati apo nuk u vete mbrojtësi apo është smur se i dhe më në flokët avokatit, e tjera, dhe Sali Berisha i bën kashillëk drejtësisë shqiptare, i bën kashillëk popullit shqiptar, i bën kashillëk
qeverisë amerikane. Se sa do t'i shkojë me qeverinë amerikane, nuk e di. Por di që po i bën popullit Kashillëk po tallet me qytetarët shqiptar. Para pak ditësh ka ndodhur një ngjarje e rëndë në Fier kur janë goditur oficerë të Byros Kombëtare të Hetimit. Ju si e keni parë këtë ngjarje? Apo shikoni nga ana tjetër se krimi është duke ngritur kokë ndaj sistemit të ri të drejtësisë, apo kjo është një ngjarje e izoluar? Për aq kohë, më dëgjoni me vëmendje. Për aq kohë sa struktura e posaçme antikorrupsion dhe gjykata e kundër krimit të organizuar nuk do marrë Sali Berishën të arrestuar, krimi do vazhdoj të funksionoj, do vazhdoj të vrasi, do vazhdoj të terrorizoj. Por, dëgjoj zotëri, në Shtetet e Bashkuara po preke polisin dënohesh dhe me vdekje, dhe me karrige elektrike. Ndërsa këtu sulmohen oficerët e BKH-s dhe askush nuk lëviz. I kanë arrestuar, do t'i mbajnë 5 ditë, do t'i lëshojnë prapë, sepse janë marrëveshje dy të mëdhenj. Pra Spaku ka rënë në urdhrat e Edi Ramës, në urdhrat e politikës, dhe këtë gjë e deklaroi dhe vetë Altin Dumani që ta kemi presion politik. Ka që thjeshtë. Tani, nëse është kështu, atëherë është pikërisht ajo që kam thënë dhe po e vërtetojnë jeta ditë për ditë që në Shqipëri po qeverisin komunistët e Enver Hoxhës edhe pasardhësit e tyre. Një prej cilëve është Fatmir Xhafa që e kishin ministër të brendshëm, edhe që është akoma bjen në fushat. Ç'a kërkojnë këta? Ndërsa lidhur me atë që kanë probleme të brendshme, patjetër në politik, kur ulen në tepsi, secili përpiqet që të hajë copën më të madhe, llokmën më të madhe. Dhe për atë do të thënë, por në fund bie dakord sepse i bashkon një gjë, i bashkon një interes që janë të lidhur me njëri tjetrin dhe i bashkon dhe që i kanë komprometuar me mënyra nga më të ndryshme, qoftë me lek, qoftë me krime. Pra në fund do merren vesh ata, gjithmonë kanë pasur sherrë dhe luftë brendalloj, duke filluar që në 42-shin, 43-shin kur vran 42-shin që vran Qemal Stafën e pasardhës të tjerë, saga përfundoi me Meçeu dhe sot e kësaj dite atë punë bëjnë. Luftë politike është, lufta brendallojit është më e egër. Po unë them inshallah hëmshin shoqin. Zoti Islami, pse s'pak ka rënë në qetësi përgjatë kësaj fushate elektorale, duke qenë se ishin paralajmëruar arrestime të mëdha, apo do të merret vetëm me krimet zgjedhore përgjatë këtyre muajve? Unë nuk merrem me faktin e paralajmërimeve, por unë di që Spaku t'i bëhet një presion jashtëzakonshëm politik. Dhe ata janë kërcënuar, patjetër që janë kërcënuar, sepse s'kan asnjë arsye që të mos vazhdojnë të arrestojnë ato që kanë thënë. Personat që janë të komprometuar, personat që kanë vjedhur, personat që kanë bërë krime, personat që kanë qeverisur kaq vjet dhe janë bërë miliarderë, miliarderë, e kanë gozhduar Spakun. Nuk është më Spak që u nis. Tani është një Spak që flëgjum, që e ka thënë po fole, do ikësh, kaq e thjeshtë.